Të dashur miq, dy fjalë telegrafike mbi aktin sakrilegj të shëmtuar dhe frigat saktë të heqjes ngur themelit të veku të kishës që të ndërtohet në ushtri. Përveç neverisë ligjshme, koshiencës dhe subkoshiencës, ky akt që është paraprinj sigurisht nga thirrjet e xhihadistëve të pranishëm në nahijen tonë arnaute, përban edhe një akuzë të rëndë morale, jo sallë për parinë shtetërore, por edhe për parinë kulturore të Kosovës, edhe për atë pjesë muslimane që hiqet si evropiane, hiqet si bashkëpunuese, që merr pjesë në simpoziumet e promovume në emër të kolosëve të katolikizmit, të uni në një farë hipokrizie që tashmë është konfirmuar pjesë e asaj tradite, dhe heshtja atyne është thjesht një bashkëpunim i poshtër, edhe më konfirmon edhe herë edhe ma shumë për te asaj që unë kam menduar, se me Otoman nuk ka dialog. Asnjë lloj dialogut nuk është i mundur me këto njerëz që janë totalisht të dominuar nga kjo flergo. Nga kjo flergo që din një farë mënyrë me dominu ata format e tyne të edukume. Në fakt, në të tana fejtë e rrajshme të krijume prej njerit, është mrapa kjo flergo, dhe nuk ekziston kërkun neutraliteti, o me të drejtën, o me të pa drejtën. Edhe ky fakt duhet të rrënjoset mirë në mendjen tonë. Gjithashtu më edhe një keqardhje për këto promovuesit akritik që janë vetë trellë të nahijes tonë katolike, të cilët, si që kam parë në rrjetet sociale, nga share që ka bërë në një shumë Otoman me demek i oksidentalizuar, që bajnë edhe egzegeze koranike, që është ndalume me Kuranin, të thanë që Kurani ka respekt për zojën e bekume e Jezu Krisht, një kohë që Kurani instrumentalizon edhe i vendos si ata që do të ndojnë të kështent, pra Isajnë, pra Krishtin, Jezusin, dhe zojën e bekume që e cungon atë fort në raport me merin që jep Bibla, Unjilli Testamenti i Ri, që është thjesht një diversion që ban Kurani, që e kanë shkruar disa, sikur e dim, disa renegat, disa heretik të kristianizmit, po e të judaizmit, po nëse ky është argument i gjatë dhe nuk po du më ndalë. Thjesht e bane këtë video të shkurt për me shpreh gjithë këtë neveri, sepse të bëhet fjalë për neveri, na thojmë gjithmonë falje Zot, sikur ka thënë Krishti, falje Zot se s'di çka bajnë, edhe pse na e dim shumë mirë se ata din shumë mirë se çka janë të bërë, çka kanë bërë. Vjen keq që Kosova, që është produkt totalisht edhe çlirimit nga ana e fuqive të kështena, po sidomos është investu Papa Gjon Paul II dhe Nën Tereza, t'ia sillet në këtë mënyrë, me këtë mos mirënjohje mjerane, të turpshme, e të nevritshme. Edhe këtu ka përgjegjës, nuk është diçka që ka ndodhur më pa dashje, fruti një grupi, domethënë periferik, jo.
ky grup ushqehet pikërisht nga kjo prani, nga di kapilare e shoqënisë kosovare, që fatkeqësisht nuk po i kupton koordinatat e veta, e nuk po kupton që liria ma shumë se fruti i dëshirës tyne a ka një dhuratë e çmueshme prej Zotit nëpërmjet fuqive shtena. Bosnia kallzoi katërcifrisht se po nuk kje po të bat një paralelizëm me Bosnjën, sot bosnjakët janë pa komb, janë thjesht identifikohen si musliman të Bosnjës. Pra Serbia, bota slave ju hoqi edhe kombin. Kurse na ju llam kombin, e ushqyem kombin, e i majtëm edhe ata që mohun fenë e Krishtit, i majtëm në çatinë e kombit, me shpresën që nëpërmjet kombit të kristianizohen. Shpresoj që kjo gjë të mërshme që ndodhi tu bën sakrilegjin në themelin e një kishe tjetë edhe një moment të kthimit e reflektimit. Ndoshta do t'jetë i vojnë, por shpresoj që të vazhdojnë. Nuk është e mundën që ti mohohet kishës katolike në ndërtimi i tempullit të saj. Aq më tepër migërmallët e një tempull që ja kanë para disa shekujsh aty. Ja kanë edhe Shën Laure, Shën Flori që ishin unjilizuesit e tokës Dardanëve, shenjtit e asaj toke, për cilët lutna që sa më shpejt kisha në ushtri ndërtohet, ashtu si ka hije. Tung e mirë me gjoshin statuset tjera.